Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kosova mëson formacionin zyrtar të Slovakisë në përballjen e gjysmëfinales së play-offit për Kupën e Botës 2026. Përzgjesi kombëtarës së Slovakisë, Francesco Calzona, dorëzoi në UEFA listën me 23 futbollistë. Tek Slovakia do të mungoj ylli kryesor i skuadrës, kapiteni Milan Skriniari, i cili nuk ka arritur të rikuperohet nga lëndimi dhe nuk është përfshirë në listën për 23 lojtarëve. Ky vlerësohet një lajm pozitiv për kombëtarin e Kosovës, pasi ylli Fenerbahçes është një lojtar me përvojë dhe mungesa e tij vështirë se mund të zëvendësohet. Merë trajneri slovak kishte lënë të hapur mundësinë e rikthimit të Skrinarit. Calzona pranoi se dhe David Duris pësoi një lëndim në krah gjatë stërvitjes dhe nuk do të ishte i gatshëm për ndeshjen ndaj Kosovës. Nuk munguan edhe vlerësimet, duke paralajmëruar një përballje të fortë. Kosova është një skuadër shumë e organizuar, ka bërë paraqitje të mira dhe nuk do të jetë as pak një ndeshje e lehtë për ne, deklaroi trajneri i Slovakisë. Përballë kombëtares së Slovakisë, përzgjesi kombëtares Kosovës pritet të jetë në fushë një formacion të balancuar 3-5-2, që në fazën mbrojtëse shndrohet në 5-3-2, duke synuar siguri prapa dhe rrezik konstant përpara. Nga trajneri gjerman nuk priten ndryshime të mëdha. Fota do të vazhdojë dhe në këtë ndeshje të besoj rreshtimit që e solli deri në play-off, po ashtu dhe lojtarëve që mbajtën barrën kryesore të ekipit kombëtar në kualifikuese. Në port, besimi i Fodas mbetet tek portieri Sassuolos, Ariane Tmuric. Reparti i mbrojtës përbëhet nga treshja Lumbard Delova, Kreshnik Hajrizi dhe Albian Hajdari. Në fazën mbrojtëse ata do të ndihmohen nga krahët që zbresin nga prapa, duke krijuar një vim me 5 lojtar. Në mesfush pritet të aktivizohen Mërgim Vojvoda, Dion Gallapeni, Elvis Rexbecaj, Florent Muslia dhe Veldin Hoxha. Dyshja Fisnik Aslani dhe Vedat Muriqi pritet të udhëheqin sulmin. Sulmuesi i Kosovës, Vedat Muriqi, është bërë optimist për fitoren ndaj Slovakisë. Ai thosë se gjithë skuadra i di rëndësinë e ndeshjes me slovakët dhe Kosova është afër të bëjë historinë. Di rëndësinë e ndeshjes, e di sa i rëndësishëm janë për kombëtarin, për shokët bashkëlojtarët e mi, edhe do jap maksimumin, jo për të shënuar gol, vetëm për të fituar lojën. Pa marrë parasysh në çfarë mënyrë. Muriqi tregon se gjatë stërvitjeve përgatitur të përqendruan dhe në pikat e dobta dhe të forta të Slovakisë. Dim pikat e dobta po ashtu dhe pikat e forta të Slovakisë. Siç edhe ti vetë jemi prag të historisë, domethënë vetëm na mungojnë një ndeshje, kështu që pres një ndeshje pak a shumë barabartë, ka 2 palët. Eksperti slovak i futbollit, Ladislav Borbeli, vlerëson se ekipi kombëtar përballet me ditë shumë të vështira. Ndeshja e fazës play-off Slovaki-Kosovë dhe një duel i mundshëm me Turqinë ose Rumaninë do të vendosin nëse ata do të kalojnë në Kupën e Botës. Ai thekson forcën e Kosovës, stilin pragmatik dhe cilësinë në rritje, por në të njëjtën kohë beson se ekipi i trajnerit Francesco Calzona do të arrijë hapin e parë vendimtar. Takimi fillon në 20:45 në stadiumin Tehel Nepal të Bratislavës. As kombëtarja e Shqipërisë dhe as e Kosovës nuk e ka të sigurt kualifikimin drejt finales së play-offit dhe më pas drejt Kupës së Botës 2026. Kështu vlerëson faqja e specializuar për statistika futbolli, Football Meets Data, e cila ka publikuar përqindjet e mundësive për skuadrat që synojnë një vend në botror. Sipas këtyre projeksioneve, Kosova ka 41% mundësi për të arritur finalen e play-offit, ndërsa mundësia për ta fituar atë dhe për të kualifikuar në botror llogaritet në 20%. Nga ana tjetër, Shqipëria paraqitet me mundësi më të ulta. Kuqezit kanë 32% mundësi për të arritur në finalen e play-offit dhe vetëm 11% për ta fituar atë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.